Zotëroj, do të nisja me presidentin amerikan, ashtu si e thash, kur ai flet për vit kuqe dhe përjashton sigurisht çdo tolerancë ndaj armës bërthamore iraniane. Kjo sigurisht nuk është më vetëm retorik, por me forcat amerikane të pozicionuara në rajon, opsioni i sulmit duket tashmë shumë herë më real. Si e shihni? Ky është një moment jashtëzakonisht shumë delikat për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe për botën. Bota është në një gjendje të një lufte të pashpallur botërore dhe ky është një hap më tej drejt një përshkallëzimi të mundshëm të kësaj lufte. Përballja midis Shtetet Bashkuara dhe Kinës pasqyrohet në shumë anë të tjera të marrëdhënies ndërkombëtare, pra ka një përballje madhore në kuadrin e gjerë midis Shtetet Bashkuara dhe Kinës për dominim të skenës ndërkombëtare, pavarësisht se të gjitha palët tani më kanë pranuar principin e hegemonisë regionale ose hegemonisë rajonale, do të thoshim shqip. Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë shprehur atë haptasi me anë të doktrinës Monroe, ndërsa Kina përpiqet që të dominojë në rajonin e vet në Azinë e Largët, por një nga furnizuesit më të mëdhenj të Kinës me naftë është Irani, rreth 15%, dhe Kina blen 80% të naftës iraniane, pra ka një lidhje të ndërsjellë midis Kinës dhe Iranit, gjithashtu ka një lidhje të ndërsjellë midis Iranit dhe Rusisë me marrëdhënie të forta ushtarake e mëtej. Kështu që çështja e lindjes mesme dhe Iran, zgjidhja e çështjes së lindjes mesme dhe Iranit në kuadrin rajonal është një çështje që i intereson jashtëzakonisht shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe siç e thatë edhe ju, me një dislokim kaq të madh forcash, ku një numër shumë i madh luftanijesh dhe avionësh janë dislokuar në lindjen e mesme, na le të kuptojmë që së shpejti do të ketë një përplasje reale midis Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mirë, po duhet të thënë që ky është një hap që të cilin të gjithë po përpiqen që ta evitojnë me çdo kusht, sepse një luftë me Iranin nuk është njësoj siç ishte lufta me Irakun apo siç ishte lufta me Afganistanin. Irani ka një ushtri të konsoliduar. Irani, pavarësisht se shumë analistë perëndimor e shohin si në momentin e vet më të dobët, edhe nga pikpamja ekonomike, edhe nga pikpamja e paqes së brendshme dhe rënimit të elitave, gjithsesi Irani ka një elitë konsoliduar, ka një ushtri të konsoliduar, ka armatim të mjaftueshëm dhe ka ndihmë të mjaftueshme për të rezistuar shumë më tepër se sa kanë qenë luftrat e mëparshme, ndaj dhe administrata Trump po përpiqet me çdo mënyrë që të mos vi dita e përplasjes, por siç e thash më parë, dislokimi i trupave tregon se kemi shumë pak shanse që kjo të mos ndodh, që përplasja të mos ndodh. Zotëroj, nga ana tjetër, sa efektive do të ishte një sulm për të neutralizuar programin bërthamor të Iranit? Shikoni, unë nuk mendoj që çështja është thjesht programi bërthamor i Iranit. Programi bërthamor i Iranit është një përparësi strategjike për Iranin, për të vetë mbrojtur, sidomos në një rajon ku ka aktorë të tjerë, të cilët po ushtrojnë një hegemoni pothuajse faktike, siç është Izraeli për shembull në lindjen e mesme, të cilët i kanë edhe pse jo të deklaruara fuqinë bërthamore. Ndaj çështja e fuqisë bërthamore është njëra anë e medaljes, por në bisedimet që po bëhen midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe funksionarëve të lartë iranian, të cilat sipas presidentit iranian në një deklaratë të djeshme po shkonin mirë, megjithatë nuk ju duhet besuar këtyre deklaratave të ndërmjetme. Problemet janë më shumë se sa armët bërthamore, problemet janë ajo që ju është kërkuar iranianëve është diçka që strategjikisht e kanë shumë të vështirë për ta pranuar, e cila është mos financimi i aktorëve më të vegjël proxy, siç janë Hezbollahu, Hamasi dhe mbi të gjitha grupi Houthi në Yemen. Dhe ajo çka është më e rëndësishme dhe ndoshta më e papranueshme për Iranin është zhdukja e programit të raketave balistike, e cila nga pikpamja e Iranit shihet si një çështje tetë strategjike pa të cilën Irani do të ishte i ekspozuar.
Pra, nuk dihet se çfarë ju ofrohet Iranit në këmbim, po në çdo rast është shumë vështirë që Irani të ketë mundësinë të pranojë përfundimin e programit raketave balistike. Dhe njëherë duhet përmend që megjithse gjatë luftës me Izraelin, Irani pati shumë dëmtime, shumë dëme, dhe nga pikpamja materiale dhe nga pikpamja ushtarake, mendoj se arsenali i raketave ende është pothuajse i plot dhe sipas generalit Doug MacArthur, ish kolonelit Doug MacArthur, i ushtrisë amerikane, i cili është në pension sot, janë aq të shpërndara sa është e pamundur që të shkatërrohet i gjithë arsenali me një goditje të drejtë për drejtë. Irani do t'i luaj kartat e veta deri në fund. Si mund të reagojë zotëror Irani nëse do të sulmohet? Ato nuk mund ta di askush, por sipas shumë vëzhgimeve dhe sipas shumë analizave, duket sikur elitat iraniane, të cilat janë në një moment shumë delikat dhe shumë të vështirë, edhe në marrëdhëniet e brendshme dhe në marrëdhëniet e jashtme, kanë vendosur që të mos lëshojnë pe në këtë pikë, sepse lëshimi i perit në këtë pikë është më i dëmprurës për interesat e tyre se sa lufta. Gjithashtu duhet përmendur që Irani është gjithsesi një rajon ku ka armiq të shumt, por kur besoj që do të përpiqet që të shfrytëzojë edhe ndasitë midis aktorëve rajonal, flasim gjithashtu për Arabinë Saudite, flasim për Emiratet e Bashkuara Arabe, flasim për Turqinë, pra ka një seri vendesh të cilat, Katari duhet përmendur këtu, pra ka një seri vendesh të cilat kërkojnë të ruajnë pozicionin e tyre brenda rajonit të lindjes mesme, të cilat në çdo rast nuk janë fort të kënaqura që Izraeli të shpallë hegemoninë e vet të plot mbi rajonin, pavarësisht se në parim janë kundërshtar të jashtëzakonisht shumë të fortë të Iranit, sepse Irani është i vetmi aktor shiit në rajon, të gjithë aktorët e tjerë shiit, përfshi dhe Omani, nuk e kanë fuqinë e Iranit dhe është përballë gjitha fuqive sunite në rajon. Zotëroj, nga ana tjetër, e gjithë kjo do të kishte pasoja ekonomike, pra i gjithë ky sulm, çdo tension me Iranin sigurisht do të prekte menjëherë edhe tregjet e naftës, por edhe sigurinë energjetike globale. Sa do të rënditej ekonomia botërore nëse do shpërthente një konflikt i hapur, zotëroj? Rreziku është që kjo të ndikoj, një luftë e mundshme të ndikoj jo thjesht në rezervat që Irani i jep botës, pra jo thjesht në naftën që Irani ja shet Kinës dhe vendeve të tjera. Me qira fjala, as Kina dhe as kush tjetër që importon naftë bruto nga Irani nuk e bën me çmimin e plot, e bën me një çmim jashtëzakonisht shumë të ulur, $6 për fuqi sipas raportimeve të Reutersit, dhe ndërkohë që çmimi i Brentit është shumë më i lartë sot, dhe nuk bëhet haptazi, pra Kina përfiton edhe nga tregtia me naftën e Iranit, të cilën e merr në mënyrë jo të drejtë për drejtë, pra jo zyrtare, është një industri e tërë në qytetin Shandong, e cila merret thjesht me të ashtu quajturën tregti, për që është kontraband e naftës Iranit, për të mos pasur firmën e qeverisë kineze dhe qeveria kineze për të mos qenë pastaj e dëmtuar nga embargot të ndryshme të Amerikës ose nga tarifat e Amerikës që vinë nga tregtia me Iranin. Pra, Kina është duke luajtur një lojë shumë delikate, por për të kthyer pyetjes tuaj çfarë do ndodh me ekonominë botërore. Përveç kësaj ka dhe një problem tjetër shumë më të madh, që është ngushtica e Hormuzit, ku kalon një pjesë konsiderueshme e naftës botërore, dhe kjo do të shkaktonte shumë çrregullime në tregtinë e naftës botërore dhe sigurisht luhatje në çmim, dhe luhatjet në çmim janë shumë të dëmshme për ekonominë botërore, dhe kjo do të ishte një përshkallëzim edhe më i madh i kushteve për një përshkallëzim të konfliktit. Sepse fillimi i një konfliktit midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit mund të bjerë në një luftë të paktën rajonale, ndoshta edhe më gjerë. E qartë. Zotëroj, nga ana tjetër, mendoni se do të sillte një sulm pra ndryshim të madh në të gjithë balancën e fuqive ndërkombëtare?
Kjo mbetet për të verifikuar. Synimi i palëve është që të mos çrregullohet balanca e fuqisë, por siç e thash më parë, në rajonin e lindjes mesme, balanca e fuqisë duhet të ose të paktën në vështrimin e disa prej vendeve, balanca e fuqisë